Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unë Kap Gjumë, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Duke ju uruar të gjithëve një ditë të mbar, do të kemi mundësi që si çdo mëngjes me programin e mëngjesit që nga ky moment deri rreth orës 9 të njihemi me titujësorët të gazetave për sot, për çfarë shkruhet në të përditshmet që na kanë mbritur në redaksi. Sot jemi ditë e premte, pra do ta shënon 25 prill për vitin 2025. Do të shohim pak lëvizjen e automjeteve me interes, sepse jemi ditë e premte dhe nis dalja nga kryeqyteti në prag të fundjavës që ditën e sotme dhe mbi të gjitha, patjetër komunikimi së bashku nëpërmjet telefonatave në studio, jo vetëm dhe për temën e ditës, jo vetëm. Kemi zgjedhur sot që të diskutojmë krimet zgjedhore, krimet elektorale, është e ngritur në fakt edhe një strategji nga SPAK, struktura e posaçme antikorrupsion, në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Prokurorinë e Përgjithshme. Janë bërë denoncime, po le të themi po bëhen edhe hetime. Ne ju pyesim pra që krimet zgjedhore është një pjesë e rëndësishme e fushatës apo e një palë zgjedhje, kështu që do të kemi mundësi të diskutojmë, a mendoni se mund të funksionojë kjo strategjia SPAK për të parandaluar krimet zgjedhore, shitblerje votës, përdorim administrate etj. etj. Nisim pasurinë e shtypit me gazetën Panorama dhe me kryer artikullin së pari, më pas gjithçka pasqyrohet në faqen e parë. E kemi në këto momente në ekran dhe fokusohemi më konkretisht. Paqja fiskale, propozimi Rama, bizneseve u fshihen borxhet mbi 10 vjet. Pra bizneseve u fshihen borxhet mbi 10 vjet. Marrëveshja. Qeveria prezantoi dje në Elbasan një paketë të re të quajtur paqe fiskale, e cila synon të lehtësojë barrën financiare për mira biznese dhe të mbyll një herë mirë historinë tatimore të skaluarës. Bëhet fjalë për faljen e detyrimeve tatimore dhe kamatvonesave si pjesë e një marrëveshje të re midis shtetit dhe biznesit. Por si do të veprohet me borxhet? Për detyrimet e 10 viteve më parë, falet borxhi i plot, gjobat dhe kamatat. Për detyrimet e 5 deri në 10 viteve më parë, paguhet detyrimi, ulet gjoba dhe kamatat deri në 50% dhe për detyrimet deri në 5 vite, pra 1 deri në 5 vite më parë, paguhet detyrimi, falen gjobat dhe kamatvonesat. Në faqen 11 mund të lexoni edhe më tepër këtë zhvillim, por që në faqen e parë, në atë që unë bëra me dije, pra pak a shumë kuptohet si do të funksionojë paqja fiskale. Eci mëtej, veting hedh dritë mbi një abuzim flagrant me fondet publike. Tenderi ushqimit në Bashkinë e Përmetit, ortakëria e zyrtarëve me bandat që ndajnë parat. Hetimet për tunelin e Llogaras, dokumentet që sekuestroi BKH, pra dokumentet që sekuestroi Byroja Kombëtare e Hetimit, kontrata e dyshimt me firmën e Ballukut, shkelja me tenderin. SPAK ka nisur hetimet për aferën e Ballukut e Llogaraja. Akuzat e Sali Berishës, kryet Partisë Demokratike, u ndërtua duke vjedhur 60 milion euro. Në foto është Belinda Balluku dhe një pjesë për prej besoj tunelit të Llogaras, por mund të jetë edhe foto ilustruese. Aplikantët nga 30 maj ambasada e SBA-ve me sistem të ri për takimet e vizave të përndjekurit, lista me trashëgimtarët që kanë gati këstin e parë të dëmshpërblimit. Nobelistja Han Kang dhe vegetariania si një rrëfim alegorik kafkian. E që shkruan apo sjell këtë material është Seido Harka dhe lexonin faqet 14-15. Dëshmia në hetuesi e 22 vjeçares do të katandis aq sa të mos njihesh si e torturoi Marie Tucin hetuesi Hilmi Seiti. Është rubrika Histori Dosier, vjen në faqet 16-17. Opinionet e ditës së fundit dhe nga Gëzim Tushi, sociolog, mjeshtër i madh, mund të lexoni Fushat me ide politike, jo teatrokraci. Pra edhe njerë, fushat me ide politike, jo teatrokraci. Po do të kemë mundësi që ta shohim pjesën tjetër të programit edhe më konkretisht. Nga doktor Jorgji Kote vjen opinioni me titullin Të pavërtetat mbi Shqipëria në BE 2030. Kastriot Maca
shkruan për një shoqëri të drejtë. Besoj me shumë interes opinionet e ditës, në pjesën tjetër të marrim edhe ndonjë pasazh, sepse ka të bëjë me çështje jo thjesht aktualitetit, por shumë aktuale. Gëzim Turqi për shumë shkruan fushat me ide politike, jo teatrokraci, që ka të bëjë edhe me fushatën, dhe Jorgji Kote thot të pavërtetat mbi Shqipërinë në bet 2030 që po e diskutojmë çdo ditë. Ndërkohë, me gjitha këto zhvillime përfunduam gazetën Panorama në numrin e kësaj të premteje. Do të ecim me gazetën e radhës, është gazeta Tema. Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste, është në foton kryesore të gazetës Tema dhe shohim këto momente në ekran edhe shkrimin që e shoqëron. Zgjedhjet e 11 majit, Edi Rama, 71 mandate i kemi të garantuara. Pra, zgjedhjet e 11 majit, Rama ka thënë dje në njërin prej takimeve elektorale, paga shumë se 71 mandate i kemi të garantuara. Më tepër mund të lexoni në faqen 3. Kanë turp këta, ajo Ylli Manjani kërkon shkarkimin e Altin Domanit, Olsian Qelës dhe të Ilirian Celibashit. As me shtetet afrikane nuk ndodh kjo, të vend të japin llogari edhe në ambasadën ruse. Kreu i SPAK Domani, prokurori i përgjithshëm Qela dhe kreu i KQZ-s Celibashit, ftuar nga ambasadori gjerman, kanë treguar gjetjet për krimet zgjedhore. Ky është një reagim Ylli Manjanit në lidhje me krimet zgjedhore dhe po, në fakt, drejtues të këtyre 3 institucioneve në një farë mënyrë kanë raportuar për krimet zgjedhore dhe këtë strategji pak a shumë tek ambasadat e huaja dhe ne krimet zgjedhore pak më vonë do t'i trajtojmë edhe si temë dite. Fëmijët e Ilir Metës, kompani pronash dhe udhëtimesh me biznesmenin që paraqiti Meta në presidencë në vitin 2021 si përndjekur nga patronazhistët, në sken del sërish gjyshe Fatimia. Dëshmi e rrallë e 95 vjeçarit agron Kallegji. Si mbijetova për 8 vjetë në galeritë e tmerrshme të Spaçit dhe jeta ime në emigracion, pa u kthyer kurrë në Shqipëri. Pasi është rubrika Histori dosiere, lexoni në faqet 10, 11 e njëjta hapësirë si çdo ditë. Arsyet pse kanë shturur gjuhën në opozit në javën e 2 të fushatës. Antena brenda familjes muli xheloz për faten që di anglisht. Josefina Topalli deklaron: Lulzim Bashën dhe Enkelejt Alibeajn i kemi armiq për jetë. Pra edhe njërë Josefina Topalli ka deklaruar Bashën dhe Alibeajn i kemi armiq për jetë. Josefina Topalli e rikthyer pra mes kandidatëve të Partisë Demokratike dhe drejtuese për diasporën. Kalojmë tek opinionet e ditës, me Robaze shkruan: ruajini nga Berisha kur shan gjyqtar e prokuror që t'i shërbejnë. Nga Skënder Mingjozi, Partitë e reja, Risia e 11 majit, jo krejt ashtu. Dhe nga Minella Aleksi, rend or rend, shko e thuaj se Berishën e shpëtuam. Këto janë 3 opinionet në gazetën Tema, në numrin e kësaj të premte, që të kemë shohim dhe pak më gjerësisht, por në pjesën tjetër të programit. Nga Tema kalojmë tek Dita, gazeta Dita është e radhës dhe fokusohemi më konkretisht, Mall pa Zot, është ai shkruan Skënder Mingjozi, pam pak më parë edhe në gazetën Tema që pasqyroi ky shkrim, por zhvillimi kryesor në gazetën Dita sot vjen nga Skënder Mingjozi. Mall pa Zot. Shohim edhe të tjera detaje. A janë Partitë e reja, Risia e 11 majit? Çfarë janë realisht 4 lëvizjet politike që po marrin 10 deri në 15% të preferencës në sondazhet më të fundit? E vërteta e këtyre zgjedhjeve, më shumë se sa tek fakti që 3 a 4 politikanë të rinj dolën dhe bën për vete papritur 10 apo 15% votuesve, qëndron tek dizintegrimi i së djathës historike zyrtare që e bëri të mundur këtë proces. Në faqen 7 e lexoni të plot këtë opinion nga Skënder Mingjozi që vjen si zhvillim kryesor në gazetën Dita. Pse po shtyhen pafundësisht 2 gjyqet që kanë të bëjnë me Berishën dhe Fatmir Mediun? Pra pse po shtyhen pafundësisht 2 gjyqet që kanë të bëjnë me Berishën dhe Mediun? Gjyqtarët që duken në ujdi të plot me avokatët e Berishës bëjnë sigur respektojnë truket procedurale të avokatëve që sëmure, në thojnë za rregullisht sa herë ka seancë gjyqësore duke thyer një rekord historik. Bëhet fjalë pra për
dosjen Partizani dhe dosjen Gërdeci. Fushata, Elbasani ka kthyer syt nga SPAK për një ndryshim në fatin e zgjedhjeve. Një reportazh në qytetin ku fushata ka një sens fshehtësie dhe ndrojtjeje nga qytetarët. Në brëndësit gazetës dita po ashtu mund të lexoni. Njoftimi i ambasadës ndryshon sistemi për vizat amerikane. Çmimi Goldman, 2 shqiptar marrin Nobelin për mjedisin. Hetimi, GKKO, pra Gjykata e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, konfiskon apartamentin e ish-kreut gjykatës kushtetuese. Bashkim Dedi është shpallur fajtor për fshehje dhe deklarim të rrëmt pasurisë dhe është konfiskuar, pra le të themi është marrë apartamenti, jo thjesht sekuestruar, por i është marrë. Në brendësi, rubrika e shëndetit, trajtime për lloje të ndryshme të kollës, analizë ekonomi. Kaosi i tarifave na kthen 80 vjet pas. Nga Joshka Fischer, ish-ministri i jashtëm i Gjermanisë, një ide çfarë duhet të bëjë Europa, ndërkohë që Amerika po vetë shkatrohet. Tërheqja e Amerikës nga roli i saj do të çojë në një rend botror të ndryshëm. Dhe së fundmi, deklarata e analistit të njohur, intervistë pa dashje, një përgjim mund të ndryshojë deri edhe fatin e zgjedhjeve. Gazetari Lorenz Vangeli flet për një material misterios në qarkullim. Sipas tij, do të kishte një efekt shokues nëse zërat që e thonë një gjë të tillë janë të vërteta. Pra, intervistë pa dashje, një përgjim që mund të ndryshojë deri edhe fatin e zgjedhjeve. Lexoni faqen 13 në fakt, nëse në brëndësi, gazetari Lorenz Vangeli që ka folur për diçka të tillë mund të japë edhe më shumë detaje. Ndërkohë përfundojmë edhe gazetën Dita, zhvendosemi në Telegraf. Në gazetën Telegraf, si çdo të premte, përveç zhvillimeve kryesore dhe nga aktualiteti, pasqyrohet dhe suplementi pena shqiptare, që do të thotë pra me disa zhvillime letrare kulturore. Por s'pari jemi me kryartikullin në ekran. Lidhje me kullën Alban Tower, vendimi abuziv i Samiramis Hoxholli bën kurban gjyqtaren e administratives. Gati ankimimi avokatit të pronarit të tokës, ku është ngritur kull Alban Tower për shtesat pa leje pranë ILD-s, KLG-s dhe kallëzim në SPAK për vendim abuziv të gjyqtares administrative së shkallës së parë Tiranë, Samiramis Hoxholli, mbi faljen e gjobës dhe vendimeve për prishjen e shtesave. Apeli pronarit të tokës me inicialet KB, IMT dhe avokati shtetit të ndjekin vendimin për ankimim në shkallë të dytë të gjykatës administrative pas vendimit të marrëzisë së gjyqtares Samiramis Hoxholli, e cila u shkarkua nga KPK-ja dhe u rigradua nga klani Çomo, Tasi dhe Ina Rama në KPA. Pra, gjyqtari në fjalë, sipas këtij zhvillimi, është shkarkuar nga shkalla e parë e vettingut, por në apelim apeli pra, Kolegji Posaçëm i Apelimit dhe ka rikthyer në detyrë. Shohim tërë zhvillime, ky është zhvillimi kryesor. Opozita shqiptare, Sali Berisha, një vend pa rini është vend pa të ardhme. Ina Zhupa, strategjikët i kanë vënë lapsin Bregdetit. Këshilli i Evropës dhe Banka Botërore, KE, alarm për situatën në kampin e migrantëve në Gjatër. Banka Botërore, migrimi i talenteve sfidë për Shqipërinë. Skulptori Sadik Spahia, rilindasit, nuk ishin vetëm dietar për iftërinj hoxhallar, por kishin një dashuri të madhe për vendin, jo si politikanët tanë. Hetimet e Olaf në Shqipëri, mbi 330 milion euro të fondeve të Bashkimit Evropian janë keq përdorur. Ish-ministria Frida Krifca po hetohet për mashtrime me fondet, të cilën e kanë paditur vetë Olaf, por mbetet enigma se kush e bllokon arrestimin e saj. Ecim më tej. Abuzimet për Guinness. Bashkia Sarand mira euro për të mbushur plazhet me rër lumi. Sallameria glabëron kodrat falas për investime stalladeri, edhe Pallati i Sportit Aslan Rusi i kalon kthetrave të privatit.
Fushata e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Kryeministri Rama, pasaporta europiane, garanci për njohjen e së drejtës së punës dhe të pensioneve për shqiptarët jashtë. Niko Peleshi, Korça, qyteti i qytetarisë, objektiv Shqipëria në Bashkimin Evropian. Gjiknuri, investimet në Vlorë, tregues i zhvillimit të mëtejshëm. Rubrika Mjeku në familje. Hernia diskale, simptomat sipas moshave dhe terapie që shmango operimin, ja dieta për një zemër të shëndetshme dhe receta popullore për pastrimin e plagëve nga mbeturinat e gjakut. Suplementi pena shqiptare që e theksova edhe në kryet herës. Nga Marash Gilaj mund të lexoni, aty ku votojnë qorat. Sefedin Qela shkruan, në përurimin e shtëpisë së vëllezërve Frashëri, 1974. Opinione, koha për t'i dhënë zë krahinave të harruara, ai që shkruan është Xhelal Mziu, drejtues politik i Partisë Demokratike në qarkun e Dibrës. Agim Bajrami në kohën e zgjedhjeve, Rahman Xhaferllari, festën Kini Aviator, Rizat Çato, për kufitat dhe otim, Vaso Papaj, një SMS Zotit, Bledi Ylli, është e mundur, Agim Xheka, nëse Spiron Hilli, Nikola i Gogolit, Ilmi Qazimi, dikur në borë të shkollës Armenda Qyqja, në dritën e syve të tu, Mimoza Çobo, për lotur do kthehem një ditë, Zia Qela, kjo Balt Lahtar, qysh në të gjallë, Astrit Lulaj, gruaja që s'mëdesh Ismail Xhaferi Trokitje, Mjal Bashehu si një legjend. E faqja 12 në faqja 20, kjo është hapësira në fakt që çdo të premte pasyrohet suplementi pena shqiptare në gazetën Telegraf me zhvillimet letrare kulturore. Përfundojmë dhe gazetën Telegraf së fundmi në Panorama Sport. Së fundmi pra se takon edhe pasqyrës së shtypit, do të gjejmë dhe do të marrim zhvillimet sportive ditës, përse paja shumë më së shumti një guid me ndeshjet që na presin në fundjavë në futbollin shqiptar e jo vetëm. Shohim krye artikullin në Panorama Sport, e kemi në ekran. Bardhi, 250 milion për Dinamon me 2 trofe. Presidenti i Bluve vë super premio për fitimin e titullit kampion dhe të Kupës së Shqipërisë. Në fotë janë pra lojtarët e Dinamos duke festuar njërin prej golave dhe presidenti i Bluve të kryeqytetit Bardhi. Dinamo është kualifikuar në finalen e Kupës së Shqipërisë ku do të përballet me Egnatian dhe po ashtu ka të siguruar vendin në Final Four që do të luftojë dhe për titullin kampion. Eci mëtej mbetemi te kategoria superiore. Demat 21 dështime rresht, Partizani shehie kapitulimi. Verdhe Blut, Deliu, Elbasani e mbyll mbi të kusht. Tirana 13 raste për gol, por u mund me një gjuajtje. Vllaznia, Berdariç, Treniri, Kupa Iku, tani të dalim kampion. Egnatia, Lushki, Andreca rrezikojnë Final Four. Legionarët pra futbollistët e ekipit kombëtar që aktivizohen në ekipet ndryshme elitare kryesisht në Europë, jo vetëm. Kristian Aslani drejt ikjes nga Interi, Espanjoli blen Marash Kumbullën. Raundi i play-offit në kategorinë e parë, Pogradeci dhe Besa ndërrojnë superioren. Bureli Pogradeci 0-1 dje, Besa Polonia 1-1 dhe Pogradeci dhe Besa do të luajnë finalen e play-offit në kategorinë e parë. Dhe në pas, kush fiton finalen mes tyre përmes Pogradeci dhe Besës, do të përballet me vendin e 8 në superiore dhe ajo ndeshje do të nxjerrë një ekip që do të luajë në superiore sezonin e ardhshëm. Pra pak rrugë me gjatë dhe me vështirë për ekipet e kategorisë parë. Toska, trajneri i Kofshës në Peru për medalje arje. Zhvillimet nga futbolli evropian shohim së fundmi me interes patjetër. Juventus kthehen makthet mungon Italia. Me nja duam trofeon Milanit si mjafton kualifikimi për në finalen e Kupës Italisë dhe Milani në finale do të sfidoj Bologna. Angli, Jamie Vardy lë Leicester City në slot zgjedh magjin. Spanjë, Flick, strategu i pathyer i finaleve. Nesër në mbrëmje luhet finale Kupës së Mbretit Barcelona Real Madrid dhe në Gjermani Hannes, titulli që nesër i lumtur për Harry Kane. Me zhvillimin nga futbolli evropian mbritur në fund të gazetës Panorama Sport dhe me gazetën Panorama Sport, mbritëm në fund të gjithë pasqyrës së shtypit në numrin e kësaj të premteje për datën 25 prill të vitit 2025.